por vetëm ka një gjë, nëse do ishim fjala vjen në Britani ose në Francë, po i referohem një takimit fundit të Ramës, ku fliste me një lloj diskriminimi, po e quaj diskriminim pozitiv, për t'i dhënë grave një lloj prioriteti, pra për t'i fituar, si me thënë, simpatinë dhe zemrat grave votuese, duke diskriminuar burrat. Në fakt, në gjuhën e politikës, sensi që ul njërin gjini dhe ngre tjetrën, qoftë kjo gra apo burra, nuk shkon. Nuk është etike dhe mediat... Po, sepse kërkohet barazi, kështu që... Mediat do ishin marrë gjërësisht me këtë element. Dhe si ky element ka plot tjerë, po unë e solla në vëmendje për të thënë që Rama është aq improvizues dhe nganjëherë aq folklorik i dobët, saqë bën gafa të rënda. Kjo është një gafë e rëndë nga pikpamja elektorale. Pra që ti thuash njerëzve që dëgjoj se ne duhet ta kujtosh besoj edhe kur ka pas bërë takimet e mëparshme elektorale. Hajde më hajde se të thiet për burrat, hajde se gratë bëjnë këtë. Pra, kjo mënyra për të bërë popullor, për të përfituar atë vëmendjen e elegancës dhe kujdesit. Dakor. I ka parë hajrin për sa kohë shoqëria reagon emotivisht, pa u thelluar dhe media është e pavëmendshme. Unë prandaj solla se ju ma ngritët topin dhe po e sjell vëmendje. Pra kjo është një gafë taktike elektorale dhe nuk është dhe etike dhe është dhe diskriminuese, pra po ta zbërthesh si element. Thënë kjo, e gjithë mënyra se si Rama e organizon partinë, pra gjithë le të themi retushimi politik, i gjithë makiazhi politik, është një mënyrë efektive që funksionon, por ndërkohë brenda si produkt është bosh. Nuk ka një produkt me substancë politike reale që ja vlen politikisht. Çfarë dua të them me këtë gjë? Dua të them që nga legislatura në legislaturë, në vend që ne të vim duke rrit kualitetin e përfaqësimit nga njerëzit që përzgjedhim ose që ata përzgjedhin ose që pretendohet që përzgjedhin, se në fakt është me paracaktim. Le ta themi, se do flasim besoj edhe për pjesën tjetër që bën, sikur bën primaret. Qartë. Le të themi. Po vim duke degraduar, po vim te kukullat. Pra kemi humbur, sapo humbëm edhe Petro Koçi, një socialist race. Po, do të cekja më vonë, po. Jo, po e sjell në vëmendje, mund ta marrim pastaj si rast ta analizojmë vetvete. Pra, po vjen e po ngushtohet, nuk do kemi më zëra politik, do kemi vetëm njerëz të cilët marrin frym politike, pra marrin frym edhe nga pikpamja thjesht dhe natyrale në jetojmë kohën e inteligjencës artificiale dhe thjesht shkojnë, paraqiten dhe ikin. Gjithë pjesën tjetër nuk ka nevojë as të mendojnë, as të kenë ndonjë vizion të ndryshëm nga lideri, nga udhëheqësi. Edhe pastaj këto organet e tjera dihet që janë thjesht formale, të paktën të dy partitë mëdha. Pra Rama bën sikur takonte Vila 30 drejtuesit politik të qarqeve dhe i merr atyre mendim. Komplet një fasad, me fjalë, një operacion fals, edhe një aksion fals politik. E para, e dyta, pse duhet ta bënte te Vila 30? Ky është një takim në kuadër të një aktiviteti politik partijak. Ta bëjte Partia Socialiste. Se kështu i lindet drejta edhe Kujtim Gjuzit që të bëjte Vila 30 takimet e partisë vet. Po, sa ajo është vilë qeveritare, po, e vërtet është. Po, pra, ka disa gjëra që ne duhet i sjellim në vëmendje, që na ikin, sepse merremi me gjëra gjithkohës gjëmojmë ato lajmet e mëdha ose ato lajmet që mendojmë ne se përbëjnë më shumë skup. Prandaj solla dy element në vëmendje që kolegët tanë huaj do e bënin cop këtë gjë. Pra do merreshin me abuzimin se si përdoret për shembull një rezidencë qeveritare për takimet e një partie politike. Po mirë, ti bëj dhe Berisha atje. Ti bëj dhe Vangel Dulja, ti bëj dhe ku dëgjom, me që thash Kujtim Gjuzi apo tjetër. Pra, me këtë rast të sillim në vëmendje edhe çështjen e financimeve. Me këtë rast sillim në vëmendje edhe çfarë do bëj Spaku me gjithë këta njerëzit, të cilët do tentojnë të futen në garë për të marrë një mandat politik i cili është një mbrojtje përballë drejtësisë nesër. Mendoj që kemi nevojë që Spaku nëse ka një listë të paktën nga këta që ka në duar me dosje. Na i thot. Pra Denis Dyrnjaja është në hetim, ne ta dim, pra njerëzit ta dinë mos ta votojnë. Se ka plot njerëz aty duke filluar edhe nga me që jemi te Partia Socialiste, nga këta drejtuesit politik qarqevi që janë hetim. Benet Beci është në hetim apo jo? I Shkodrës, që e dim.
mund të ketë hetime. Belinda Balluku kam përshtypjen duhet jetë në hetim. Më kujton në një emër tjetër tani se nuk aty ka shumë faktikisht, po mirë, nuk është se ka mund të jenë në hetim, po kjo nuk do të thotë që nuk thash janë të fajshëm. Po. Por ama duhet me pas edhe ca kujdese që mos I kemi si peshësh nesër, po mirë, pse mandatojmë njerëz të cilët kanë ngarkesa penale. Pra, kjo mund të jetë qëllimshme. Ceno Klosi, që ka qenë ish drejtori I tatimeve, me që përmend Belinda. Po, e vërtet. Ka qenë është në hetim apo s'është në hetim, është rrit prokurori. Pra, nesër mund bëhet deputet. Po pse nuk e lexon si mberoi? Ish kryebashkiaku I Matit. Ka qenë në prokurori. Këtë? Po pra, këtë po them. S'kemi pse t'ju japim mandat politik para prak, duke ditë që ndërkohë mund të kenë nesër ose pas 3 muajsh një përballje me SPAK-un ku duhet të heq mandati. Pra njerëzit, edhe kjo është në fakt një lloj detyre e SPAK-ut, po them jo detyrë ligjore, por një detyrë transparence. Mund dali pa na treguese për çfarë po hetohen. Po mund thot 1 2 3 4 5 nga PD-ja, 1 2 3 4 5 nga PS-ja, 1 2 3 nga PDI-ja ose PBD-ja, po marr tani shembull, jo se nuk është se janë referenca konkrete. Janë në hetim dhe ka ngarkesa penale dhe njerëzit ta dinë këtë gjë. Është transparencë kjo punë dhe na ndihmon. Tani vim te pjesa tjetër. Tek pyetja juaj, se u hap pak më shumë, po duke çu mendimi te mendimi. Pra, e gjithë struktura e ndryshme nga njëra palë te tjetra, po flasim për 2 partitë kryesore se ndoshta do kemi hapësirë edhe për të vegjëlit, ose për të tjerët. Rama ka një gjë të mirë në organizimin politik të zgjedhjeve, që I vë gjithë në forcë për të marrë maksimumin e mundshëm të fuqisë elektorale. Këtë gjë e ka që prej zgjedhjeve të kaluara, të paktën që ka 2021, kur I vuri drejtuesit politik në limitet e votës ku merrte mandate Partia Socialiste sipas referencave që kishin nga sondazhet. Po edhe këtë herë me emrat e vjetër, po themit, konsoliduar në listë hapur që jo I ka thënë doni që t'jeni, futu, grumbullo vota, puno për partinë, maksimalizohet vota. Dhe kjo është një gjë e mirë nga pikpamja e organizimit dhe shportës madhe në interes të partisë. Në fund fare Rama ka qëllim të jetë ai kryeministri. Ta tjerët punojnë për atë. Pra, ai është mbretëresha e bletëve, le të themi, nëse do bënim këtë metaforën. Po një tjetër taktik për shembull disa kurse te Berisha, nëse do bëjmë dhe krahasimin. Jo, të mbetemi edhe pak këtu. Për shembull, janë ndërhequr kryebashkiakët që po Tërmet Peçi edhe Agron Malaj. Besoj që edhe kryetari I Bashkisë Beratit, Ervin Demo. Po, janë 4 kryebashkiak që do të jenë pjesë e listave. Po kjo me kryebashkiakët, domethënë pse është zgjedhur kjo? Po sepse ata e para kanë fuqi vepruese në bashkitë ku kanë. Për shkak se kanë interesa. Dhe kur ke interesa, ti shpërndan interesa, krijon mundësi lobimesh. Pra ke fuqi që të ndikosh në mënyrë elektorale. Po flitet shumë kohët e fundit që Erion Veliaj sa ndikim ka apo sa humbje ka sepse po do I mungoj si kontribut Tiranës. Po siç po vepron Rama, nëse ka interes që ta mbrojë Veliajn dhe që mendojnë se prokuroria po I bie në qafë Veliajn, le ta fusi në listë kandidat për Tiranën dhe I jep dhe një mandat përballë prokurorisë për ta mbrojtur politikisht. Por Rama e ka lëshuar Veliajn, se po të ishte do ta bënte. Pra mund ta fusin në listë siç po fut këta të tjerët. Pra, nëse Rama thotë ne na duhen prova për Veliajn dhe jo një gjah për Mexhelis që përdoret mediatikisht e kështu, atëherë le të bëjë të kundërtën dhe të na thotë neve që për mua ky njeriu është I pafajshëm, ta fusi në listat e deputetëve. Meqë si kryetar bashkie ai nuk besoj se do puthi më me çfarë ka bërë. Për atë që ne kemi perceptim dhe për atë që ne kemi parë, nuk e dim se sa do provohet ose jo. Ne kemi kuptuar që bashkia ka hik nga kolonat qendrore ku duhet jetë si institucion në bazë të ligjit. A do provohet kjo nga ana ligjore? Këtë se dim. A do provohen shumë gjëra tjera që ne I dim nga ana ligjore, sepse është tjetër gjë të dish, është tjetër gjë të faktosh ligjërisht për përgjegjësinë penale që ke. Se ne dim shumë mirë se sa pasuri kanë patur këtu edhe kryebashkiakët, edhe deputetët
edhe shumë njerëz tjerë, por që me letra me marifete i kanë justifikuar dhe s'ke çfarë i thua, se në këtë kohë jetojmë, nuk jetojmë në kohën e diktaturës apo me qira fjala që kishin arrestuar dhe Duterte në Republikën e Dutertes, i cili të vriste pa paralajmërim, se ashtu mendonte që ti je fajtor dhe s'kishte nevojë për gjyq. Kështu që në këtë sens Pse provokoi Rama me faktin që nuk do të ishte në listat personalisht për deputet? Nuk mendoj se provokoj, mendoj se karikoj. Pra, kur po fuz veten time në një lloj sfide. Të mos qenit në listë, a ka ndonjë përllogaritje afatgjata, a nënkupton ndonjë plan të tij, domethënë është jo, unë besoj që e bën gjithëm për të thënë, e bën gjithëve për të thënë që unë kur po fuz veten në këtë lloj sfide, pra është si të fuzesh veten në nominim Big Brother, pa pas nevojë. Kur po fuz veten në nominim pa lidhje, pra kur po dal vet në shesh të burrave për ju tjerët as s'ju llogaris fare. Pra është një mbyllje goje për të gjithë pakënaqurit. Pra se do ketë pakënaqur, patjetër. Sidomos kur ke edhe lek, kur ke edhe pushtet, kur mendon se duhet të jesh dhe i llastuar, natyrisht do kesh pakënaqësi. Edhe në PS janë majmur aq shumë të gjithë, sa që të gjithë do jenë pakënaqur. Po do qepin gojën para kësaj që bën Rama, sepse Rama i vën rresht. Ndodhe kundërta. Pas nuk diskutohet fare. Në Selin Roz. Pas nuk diskutohet fare. Sepse do prodhojnë pakënaqësi listat. Shiko, ata kanë treguar që janë me mec shembullor dhe për shembull Petro Koçi reagoi. Petro Koçi hyn te njerëzit që as nuk ka përfituar ndonjë gjë nga pushteti.